Kanë mbetur edhe 3 ditë para se qytetarët votojnë për parlamentin e ri, forcën politike që do të drejtojë vendin në 4 vite të ardhshme. Dhe kandidati i Partisë Demokratike, Ilir Ali Mehmeti, ka zgjedhur takimet me qytetarët në rrugët e Tiranës për të shpjeguar programin e për t'i bindur ata se PD-ja do të përmirësojë jetën e tyre. Mjeku Ilir Ali Mehmeti beson se pjesa më e rëndësishme e programit të Partisë Demokratike është ajo pjesë që ka lidhje me familjen, pasi për çdo shqiptar, familja është më e rëndësishmja. Neve jemi për të mbështetur familjen që të ketë dinjitet personit të jetojnë në Shqipëri, dhe të ketë mundësi të mbështesim kombin që të ketë dinjitet Shqipëria në vendet e rajon, mos jemi gjithmonë mbi saj. Si vjen kjo? Ne kemi një korrupsion të lartë financiar dhe moral në Shqipëri. Dhe kësaj neve duhet i vijem përballë. Partia Demokratike i vihet përballë. Ilir Ali Mehmeti shpjegon se masa si vendosja minimumit jetik, rritja e pagës minimale asaj mesatare, rimbursimi i barnave janë mekanizma që ndihmojnë çdo shqiptar të jetojë me dinjitet. Kem probleme madhore për sa i përket rimbursimit mjekimeve dhe kjo është në nivele shumë të ulta. Nuk e ka të mundur një person që përgjithsisht e moshë më e madhe t'i blejë gjitha ilaçet me atë pak pension që ka. Kështu që ne do garantojmë një minimum mjektik, do garantojmë rritje të pensione, po do garantojmë edhe ilaçet të jenë sa më të mira. E bëjmë këtë shumë lehtë duke bërë të mundur rikthimin e ligjit që kemi pasur më parë. Pak ditë para se qytetarët japin verdiktin e tyre, Ilir Ali Mehmeti thekson se Shqipëria nuk ka nevojë për shpëtimtar. Kujtoj një diçka, Shqipëria nuk është se ka nevojë për shpëtimtar. Shqipëria ka nevojë për njerëz drejt. Pra njerëz jo që premtojnë mrekullira, po që premtojnë gjëra të realizueshme. Vetë Ilir Ali Mehmeti garon për herë të parë për të qenë pjesë e parlamentit dhe është në listën e hapur të PD-s. Unë jam listë hapur dhe e kërkoj votën patjetër dhe personalisht, përveç Partinë Demokratike patjetër numri 1, por edhe në emrin tim, Ilir Ali Mehmeti, që të kemi të mundur, të bëjmë të mundur, të shojmë neve në parlament sa më shumë që t'jetë mundur njerëz drejt dhe njerëz që na ngrenë zërin tonë, sepse nuk është se s'ka Shqipëria njerëz drejt, ka sa duash. Problemi është që u ka munguar zëri. Sipas sistemit zgjedhor, në fillim deputet bëhen 12 kandidatët në listën e mbyllur të Partisë Demokratike. E më pas, çdo mandat që fiton opozita i shkon kandidatit që ka marrë më shumë vota nga qytetarët.